Tregu i Milotit, i njohur si tregu më i madh në veri të vendit, ofron një gamë të gjerë produktesh ushqimore, që nga mishi, peshku e deri të produktet e bulmetit. Por për te rëndësisë ekonomike, ky treg paraqet një situatë alarmante për sa i përket kushteve higjienike. Produktet tregtohen në pluhur dhe baltë mes mbeturinash dhe pellgjesh me ujë, mishi dhe peshku, që ndrojnë të pambrojtur, të mbuluar nga mizat dhe grenzrat. Në të njëjtin ambient shiten dhe rroba të përdorura, duke krijuar një përzierje të papërshtatshme dhe të rrezikshme për shëndetin publik. Tregtarët shprehen se janë taksapagues të rregullt dhe e kërkojnë ndërhyrjen e shtetit për përmirësimin e kushteve në treg. Ato theksojnë se çdo të diel, tregu i Milotit mbushet me qytetarë nga i gjithë veriu dhe madje edhe nga jugu i vendit. Jashtë kushteve higjienike, por shteti duhet ndërhyjë të krijojë kushtet, po jo si në pazarin e Kryosit me mbyll fare. Si territoria u largu, pazari një minutë. Mori fund. Pazari Milotit. Kryosit mori fund. Tu ka pazar, por s'ka kushte. Pazari Milotit është ndër pazaret më të mëdha në veri. Po Kryosit çështu ka qenë. Në veri. Tani këtu shitet gjalpi, këtu shitet peshku, këtu shitet mishku. Këtu shitet në rrugët, në plunit, në mbeturinat. Shika kolla mbeturina. Në shteti me kriju kushtet nuk ka humbje. Se po pa populli ka në shteti. Nuk po populli pa zhvillim. Pasurohet edhe shteti sigurisht me taksat e veta të pasurohet. Veria nuk pyet për popullin, po veç për vete, për hajdutët, për Edi Ramën, po ngel pa ata populli. Do ka për t'i jemë të dënë gjana tjera. Pamjet nga tregu tregojnë për realitetin e rënd në të cilën tregtohet.